dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, lavdërimet i takojnë Zotit Madhreshëm, përshëndetjet njeriut më të zgjedhur për njerëzimin, Muhammedit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Të nderuar miq, vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Po takohemi në emisionin e radhës, kësaj radhe me një temë të re, emision i ri, me një temë të re që trajton temën e familjes. Zoti i Madhreshëm e ka kriju njeriu në formën më të përsosur. Kur Zoti e krijoi njeriu, dëshira dhe vullneti i Zotit ishte që nga një familje të rrjedh njerëzimi. Gjithë njerëzit që jetojnë sot në botë, në miliarda njerëz, e kanë priardhjen, edhe ata të cilët kanë vdekur më herët, e kanë priardhjen nga njeriu i parë, Ademi alayhis salam dhe Hava, bashkëshortja e tij. Që të dy këta e kanë bërë familjen e parë, gjithsesi prej tyre është shtu njerëzimi. Do të ishte e mundshme për Allahun xhallashanuhu që të krijonte shumë burra dhe gra. Por vullneti dhe dëshira e Zotit ishte që të krijojë njerëzimin nga një mashkull dhe një femër. Thot Allahu xhallashanuhu: "O ju njerëz, keni frikë Allahun xhallashanuhu, i cili ju krijoi nga një mashkull dhe një femër. Ju bëri popull dhe fise që të njihni mes veti." Me i ndershmi tek Zoti i Madhreshëm është ai i cili është me i devotshmi. Allahu në këtë ajet kuranor po na tregon fillimin apo gjenezën e familjes dhe të njerëzimit. Familjes të madhe që quhet njerëzim dhe familjes të vogël e cila përbëhet nga një mashkull dhe një femër, gjithsesi nga një lidhje, cilën Zoti e quajnë lidhje e fortë, pra lidhje bashkëshortore, nga cila fillon formimi i familjes, Allahu i Madhreshëm e quajnë beslidhje e fortë. S'ka dyshim se institucioni më i rëndësishëm është familja. Ka shumë institucione të cilat luajnë rol në edukimin e individit dhe shoqërisë, por familja konsiderohet institucioni më i shtrenjtë dhe më i shenjtë dhe më dobipërës i cili luan rol në formimin e individit. Gjithë sot jemi dëshmitar që familja apo institucioni i familjes po përballet me sfida, probleme të lashe, natyra ndryshme. Jemi të dëshmitar se sot dëgjojmë shumë lajme për divorce, shkërërzim mes bashkëshortëve, dhunë familje, pa dëgjueshmëri apo mos dëgjueshmëri e fëmijëve ndaj prindërve, që gjitha këtu janë lajme jo të mira. Mirë po, në të kaluarën këto lajme kanë qenë të rralla dhe janë konsideruar si të kopshme dhe si lajme shumë të vështira për shoqërinë, shtetin, kombin e kështu me radhë. Mirë po sot, shtimi i probleme familjare, shtimi i divorce, i dukurive negative, si është tradhtia bashkëshortore dhe dhuna në familje ka bërë që mos të konsiderohen si lajme të kopshme. Pra, konfliktet janë shtuar. E gjitha kjo ka ardhur si rezultat që individi apo individ, bashkëshort e bashkëshortet, të rinjet dhe të rejat, në përgjithësi anëtarët e familjes, kanë lëshuar apo devijuar nga rruga e Allahut xhallashanuhu. Gjithsesi ka humb frikë respektin ndaj Zotit Madhreshëm dhe me humbjen e frikë respektit dhe besimit në Zotin ka filluar të zbehet edhe institucioni i familjes. Familja ka qenë dhe do të mbetet shpresa më e madhe në rimekembjen e umetit tonë. Prandaj, të pas parasysh këtë, ne duhet t'i kushtojmë rëndësi gjendjes së familjes. Për arsye se edhe pse janë këto elemente prezente, megjithatë, familjen duhet ta ruajmë. Plasaritjet cilat i kanë ndodhur familjes duhet mundohemi t'i eliminojmë, për arsye se gjendja jonë sot në botë në përgjithësi i përngjan, gjendja jonë sot në botë përgjithësi i përngjan
sikur ne I përngjon gjendje se njerëzit të cilët udhtojnë një oqean. Dhe barka e shpëtimit te ati në këtë gjendje të cilën ne jemi, pra barkë shpëtimi, pra konsiderohet familja. Pra nëse ne dëshirojmë dalemi nga kjo situatë vështirë, nga kjo gjendje pa lakmueshme, duhet t'i kthehemi institucionet të familjes. Nëse familja do të jetë e mirë, bënu të bindur se do të jetë e mirë e tërë shoqëria. Dhe fronti më I mirë, më I fortë përmes të cilit ne do ta mbrojmë ummetin është fronti I familjes. Dhe s'ka dyshim se për këtë edhe Allahu xhallashanuhu dhe pejgamberi alayhi salam na kanë porositur. Zoti ka porositur pejgamberin alayhi salam dhe kanë thonë wa anzir ashiratak al-aqrabin. O Muhammed, tërheqja urrejtjen, edukoj familjen tënde, të afmit tu. Pra ndryshimi duhet të fillojë nga vetvetja, gjithsesi nga familja ju. Institucionet sot shoqërinë tonë formuese janë të shumta. Ndoshta unë do t'i përmendi institucionet formuese, edukuese, më kryesore. Një prej institucioneve që lunë rol shumë në edukimin e brezit janë mjetet e informacionit apo mediat, cilat kanë ndikim shumë të madh, por nuk mund të themi ndikim shumë të thellë. Këtë do ta shpjegojmë pak më vonë. Institucion tjetër që ndikon në formimin e brezit, gjithsesi edukimin e brezit të ri, është edhe xhamia apo të themi ndryshe objektet e kultit. Institucion tjetër është shkolla dhe institucioni I katërt që është më I rëndësishmi, nga I cili buron edhe origjina e njerëzimit, por buron edhe edukata e mirëfillt, e cila e garanton edhe mbarvajtjen e institucioneve tjera, është institucioni I quajtur me emrin familje, për cilën Zoti na ka porositur shumë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, ne duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe familjes, sepse shpresa e fundit dhe me ndikimin më të thellë në edukimin e brezit të ri është familja. Pra institucioni I quajtur me emrin institucioni I quajtur me emrin familje. Edukimi I fëmijës është shumë I rëndësishëm për një edukim dhe një garantim të edukimit të familjes në të ardhmen. Mirë po, nuk do të thotë që plotësimi I kushteve për një edukim të mirë nuk do të thotë se ka përfunduar edukimi dhe u kry gjithçka. Është patjetër se nuk mjafton që vetëm shkolla ta luajë rolin e edukimit. Për arsye se nëse fëmiu I cili para përgatitet, para se të shkojnë në shkollë, para se të përballet, para se të shkojnë në xhami, para se të përballet edhe me mjetet e informimit, nëse familja për brenda nuk e ka përgatit këtë brez të ri, këtë fëmijë, atëherë mbarvajtje nuk do të ketë dhe nuk do të ketë garancë për këto mjetet tjera të ndikuese apo për institucione tjera formuese. Për këtë arsye, nëse fëmiu patjetër ka nevojë që në familjen e tij ta kuptoj respektin, ndjenjen e respektit, ndjenjen e mëshirës, këtë ai e fiton nga prindrit e tij, nga baba dhe nana e tij. Pra nga kjo familje e cila ka filluar mu formu. Dhe nëse fëmiu familjen e tij e sheh respektin e ndërsjellët mes prindërve të tij, mëshirën, e sheh praktikimin e fesë, I sheh prind duke u falur, duke agjëruar, duke I kry obligimet në raport me Allahun xhallashanuhu, atëherë ky fëmijë padyshim se ky do të filloj edukimi I tij dhe kjo është baza e edukimit që mund ta quajmë mënyrisht ai temeli apo themelet në edukimin e kësaj fryme të re apo këtij brezi të ri. Kur kjo ndodh, atëherë padyshim se ne jemi kapur për edukimin e familjes. Allahu I madhreshëm I ka kushtuar rëndësi të madhe. Pra, në Kur'anin e tij fisnik, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kanë kushtuar rëndësi të madhe familjes dhe institucionit të edukimit, pra që ne quajmë, domethënë aja hallka kryesore familje. Allahu xhaleshanu në Kur'an ka thonë, dhe një prej shenjave të Allahu xhaleshanu është që nga ju
për ju ka kriju bashkëshorte, palën tjetër, ka kriju bashkëshorte, që ju të këtu të gjeni qetësi shpirtërore. Përveç për qetësi shpirtërore, dhe Zoti dhe ka vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtet, thot Zotin, në këtë ka shenje për njerëzit që mendojnë. Subhanallah. Pra ajeti në surën Ar-Rum, ajeti 21. Pra Zoti po na tregon që është prej shenjave të Allahut xhaleshanu. Prej argumenteve të Zotit madhreshëm është që e ka kriju bashkëshorte për bashkëshortet, pra dhe ka vendosur mes tyre dashuri dhe mirëkuptim. Ku një familje ka dashuri dhe mirëkuptim, atëherë padyshim se kjo familje gjithsesi i ka vendosur bazat, i ka përgatit gjitha kriteret dhe gjitha kushtet që kur Zoti madhreshëm këta dy të posamartuar, këtë çift bashkëshortor ta begatoj me pasardhësinë e hajrit, atëherë janë kushtet e përshtatshme për edukimin e tyre. Allahu xhaleshanu këtë ajet që përmena, ajetin pra 21 surën Ar-Rum, është shumë interesant, ajetet që i paraprin këtij ajeti. Dhe ajetet që vijnë pas këtij ajeti, Allahu xhaleshanu flet për kozmosin, flet për planetin, flet për natën dhe ditën, për dukuritë që kanë të bëjnë me kozmosin. Sikur Zoti i Madhreshëm dëshiron të na thotë neve se bërthama, epicendra e universit është aja bërthama që e ka emrin familje. Është bërthama që e ka emrin familje. Allahu, një ajet tjetër kuranor thot, Allahu ju ka dhënë juve shtëpi për të banuar. Dietarët kur e komentojnë këtë ajet kuranor, nuk është për qëllim vetëm që Allahu xhaleshanu ka dhënë shtëpi kuptimin si streh, mos me të lavë shiu ose më mbrojt nga xehtet apo të ftoftit. Këtu për qëllim është institucioni, shtëpi është për qëllim institucioni i familjes. O ju që keni besuar, thot Allahu xhaleshanu, respektoni marrëveshjen. Dhe nëse është marrëveshja më e mirë dhe më e përshtatshme dhe më e shtrajt, është që e marrëveshja që ne e qytë më herët lidhja e shajt bashkëtorë, pra që Allahu xhaleshanu e qunë beslidhje fort. Besimin në Zotin, Allahu xhaleshanu e qunë beslidhje të fort. Por edhe marrëveshjen mes dy individëve të cilët dëshirojnë që të krijojnë familje, Allahu xhaleshanu e qunë beslidhje të fort. Dhe për këtë beslidhje të fort, për këtë marrëveshje, Allahu xhaleshanu po thot respektoni marrëveshjet tuaj. Nëse ne sot mund të mburrim diçka në raport me tjerë, jo muslimanë. Po flasim për shembull me botën perëndimore. Sot në aspektin e teknologjisë, fatkeqësisht, musliman duke lënë anash Kur'anin dhe fjalët e pejgamberit alayhis salam kemi stagnu. Kjo është e vërtetë që të tjerët, po flas me shumicë perëndimore, na kanë kalu neve sot në shekullin në cilin jetojmë në aspektin e teknologjisë. Dikur ne sundonim botën, sot e sundojnë tjerë. Por aja që ne sot mund mburremi, nëse mund mburremi para tjerëve me diçka, aja është institucioni i familjes. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, gjithë ju që po na shiqoni dhe po na përcjellni, mos të harrojmë të formojmë familjen, të edukojmë familjen, të këshillojmë familjen, të formojmë brezën e ri në këtë formë, në mënyrë që Allahu xhaleshanu të jetë i kënaqur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në mënyrë që përmes rimekembjes të familjes të rimekembim shoqërinë tonë, shtetin tonë, pse jo edhe umetin tonë, kombin tonë islam. Inshallah Allahu xhaleshanuhu na bën prej atyre të cilët e kanë kuptuar rolin dhe rëndësinë e familjes dhe rolin dhe edukimin e brezit ri, dhe këtë formë ne padyshim se do t'ja arrijmë që do të haprojmë një hap para për ta fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, dhe me të vërtetë që ne po jetojmë në një oqean që ka shumë sfida, shumë probleme, shumë të lashe, dhe këto sfidat, këto probleme dhe këto të lashet do t'i kalojmë vetëm duke edukuar brezin e ri, inshallah Allahu xhaleshanuhu na bën që në këtë formë të eduku brezin e ri, familjet, të eduku në këtë formë brezin e ri, atëherë i kthehet Islamit ai nderi dhe krenaria që ka pasur dhe për cilën Zoti i Madhreshëm na ka premtuar se ardhmja i takon muslimanëve, dhe nëse dikush
meriton që të krenohet, janë ata musliman që duhet të krenohen me imanin, besimin e tyre dhe me familjet e tyre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.